Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Jep dorëheqjen dhe zëvendës ministri bujqësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Flakron Bexheti. Ai u propozua në këtë pozitë nga kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari. Ishte një periudhë 10 mujore përkushtimi përgjegjësie për të shërbyer këtij funksioni. Ishte një periudhë 10 mujore përkushtimi përgjegjësie për të shërbyer këtij funksioni për të mirën e bujqëve dhe të gjithë të tjerëve që i përfaqëson kjo ministri. Mendoj se me dinjitet, transparencë, seriozitet dhe krenari, sadopak kam kontribuar në këtë pozicion për të mirën e përgjithshme, shkruan në mesazhin e dorëheqjes Flakron Bexheti. Krahas asaj ai falenderon dhe kryetarin Arben Taravari si dhe organet partijake të Aleancës për shqiptarët për mbështetjen dhe besimin e dhënë. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Arben Fetaj, konfirmoi përçarjen e Aleancës për shqiptarët. Një pjesë e saj sipas tij do të vijojë të mbetet në qeveri. Në intervistë për Klik Plus, ai tha se Aleanca për shqiptarët është pjesë e qeverisë pasi siç shtoi nga 50 zyrtarë shtetëror që janë emëruar në pozita e që përbëjnë Aleancën për shqiptarët, vetëm 3 prej tyre kanë dhënë dorëheqjen. Nga këta 50, vetëm 3 kanë dhënë dorëheqje deri tash. Të tjerët unë nuk di që ka dalë dikush nga qeveria, unë e di që të gjithë të tjerët vazhdojnë të shkojnë në vendet e tyre. Ai akuzoi Arben Taravarin se dalja e Aleancës për shqiptarët nga qeveria synon rikthimin e BDI-s në pushtet. Përpjekja është për rikthimin e BDI-s në qeveri. Dhe madje unë besoj që kryeministri do flasë në periudhën në vazhdim dhe do t'rregojë më saktësisht çfarë biseda janë zhvilluar për të konfirmuar këtë dyshim mes tij dhe zotit Taravari, kryetarit tim në parti. Koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut konfirmon vullnetin për krijimin e bashkëpunimit me VMRO-DPMNE. Përmes një komunikate nga Vlen thuhet se vizioni i tyre për reforma reale dhe orientim euroatlantik po vlerësohet lart nga miqt ndërkombëtar. Vlen është alternativa e vetme që garanton bashkëpunim të sinqert me partnerët tanë strategjik dhe zhvillim të qëndrueshëm për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, thuhet në kumtes. Sipas saj, përfaqësuesit e Vlen për çdo ditë po priten nga partnerët tanë ndërkombëtar, përfshirë përfaqësuesit e BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku përmarrin mbështetje të qartë për vizionin dhe platformën e tyre. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kërcënohet me jetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Në postën e saj është dërguar një mesazh kërcënues. Sipas informacioneve që vijnë nga zyra e shtypit e kreut të shtetit në Kosovë, emaili përmban gjuhë fyese dhe kërcënuese, duke përfshirë etiketime si kriminale ordinere dhe antikushtetuese dhe kërcënime serioze për jetën e kreut të shtetit. Zyrtarët e presidencës kanë bërë të ditur se rasti është i raportuar më njëherë tek organet kompetente për hetim të mëtejshëm. Kërcënimi i fundit me jetë ndaj presidentes Kosovës Vjosa Osmani është vetëm një në vargun e gjatë të kërcënimeve të vazhdueshme që ajo ka marrë ndër vite, deklaroi këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina. Sipas tij, përkundër 10 kërcënimeve, shumica prej tyre me jetë, autorët nuk janë përballur me drejtësinë. Kryeministri në detyrë i Kosovës refuzoi të përgjigjet interesimit të gazetarëve mbi dështimin e konstituimit të kuvendit. Ai mori pjesë në nisjen e ndërtimeve të objekteve për banim të përballueshëm. Aty u pyet në lidhje me takimin me presidenten Vjosa Osmani dhe nëse ndihet përgjegjës lidhur me ngërçin politik. I bie që parafërsisht prej 3 komunave vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim përballueshëm social, ndërsa 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këto. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as në përpjekjen e 18. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.